Me debate është shoqëruar diskutimi për pikën numër 4 të rendit të ditës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës që kishte të bënte me ndryshimin e kategorisë së një sipërfaqe pyjore në zonën e Gjirit të Lalëzit për t'i hapur rrugë ndërtimit të një kompleksi turistik në atë zonë. Këshilltarët e PD-s që ishin vetëm 3 në sallë dhanë votën e tyre kundër, ndërsa këshilltarët e Partisë së Lirisë dhe PS-s votuan pro projekt vendimi të propozuar nga Bashkia. Ndërtimi i resortit turistik Lura 5 ka marrë aprovimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, por sipas këshilltarëve Muka dhe Burgia, Bregdeti i Durrësit është betonizuar mjaftueshëm, ndërsa të majtët mbrojtën tezën se kompleksi në fjalë do t'i japë një hovë më të madh zhvillimit të turizmit dhe në të do të punësohen 10 punonjës. Të dy krahët e politikës akuzuan njëri tjetrin për dëmin e bërë në mjedis në 35 vite demokraci. Unë jam për zhvillimin, duke pas parasysh që e gjithë zona e Gjirit Lalëzit është një zonë që ka marrë një karakter të theksuar turistik, por do ishte mirë që në zonat caktuara vetë përveç beton, kishin zona të tjera. Pra, jam për zhvillimin, jemi për zhvillimin, por do të kemi parasysh që edhe në ato zona, dhe ato turistët të shkojnë, pa ato banorët do jetojnë aty, do kenë nevojë që të shohin dhe pak qëllëprim. Mos shohin vetëm gri, mos shohin vetëm ngjyrën e tullave të kuqe. Fondi pyjor e një sipërfaqe pyjulli të rritur në zonën e Ishmit pritet të ketë ndikime të konsiderueshme mjedisore. Pyjulli ekzistues në zonën bregdetare të Ishmit, Gjiri Lalëzit, përbëhet kryesisht nga kisha mesdhetare. Heqja e 0.86 hektar pyll do të thotë humbje e menjëhershme e habitatit që ka ajo zonë. Nga ana peisazhore, prania e pyllit me pisha është pjesë e identitetit natyror të Bregdetit të Ishmit. Fatmirësisht, vite që jemi, këto vite që flasim të fundit, ka ndryshuar dhe perceptimi i resorteve turistike. Nuk është e vërtet që resortet që janë ndërtuar vitet e fundit dhe që pritet të ndërtohen, kanë vetëm beton, sepse nga informacioni që unë kam, shumë i shtuaj kanë blerë pikërisht këto objektet pa blerë që i shtetësoni, vetëm beton, dhe i kalojnë pushimet në këto resorte turistike. Në studin tim, resortet që unë kam parë kanë gjelbëri, sepse i rritet vlera, kanë ndryshuar tashmë, nuk është më si dikur. Lura 700 Lurë se kemi gjuar, kujtës nga Lura ka vizituar, është në Kipër, dhe mos harrojmë masakrën pyjore ekologjike që është bërë pikërisht nga partia opozitare që mbron mjedisin. 92, 98, të gjitha pyjet e Lurës. Një tjetër pikë që nuk gjeti dakordsinë e këshilltarëve të gjithë spektrit politik ishte ajo që lidhej me raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit të bashkisë për vitin e kaluar. Këshilltarët Muka, Burgia dhe Ibraj, gjatë fjalës së tyre nënvizuan se shumë zëra të buxhetit rezultojnë të parealizuar, ndërsa fondi i menaxhimit të mbetjeve urbane të qytetit figuron i realizuar në masën 95.5%. Karakteristikat kryesore të performancës shpenzimeve në faqen 16 për të orientuar kolegët. Përsa i takon në lidhje me realizimin e shpenzimeve, shohim që asnjë nga zërat nuk është i realizuar në normën 100%. Ka vetëm 2 zëra, të cilat shkojnë afër. Një është sport dhe artim, menaxhimi mbetjeve është 95.5%. Ne kemi denoncuar disa herë këtu me forcë mënyrën se si menaxhimi mbetjeve në Bashkinë të Durrës. Qytetarët e bashkisë kërkojnë të drejtën e tyre, të drejtë legjitime, të impulsohen. Ju jeni kërkoni fondet për 2025, pse nuk i marroni punë qytetarëve? Domethënë, nga 2019 sot janë 6 vjet. Janë pak. Me marrë shkak zonën e Durrësit të ri, ku dhe vetë kryetaria e bashkisë e ka vizituar, në kohën që u bë përmbytja, dhe ajo i ka postuar vetë në rrjetet e saj sociale që nuk kanë drejtësi. Ka shkuar takoj banorët dhe nuk i takon dot, domethënë shkon në zonja e takon aty me çizme. Pra edhe po duam ne të mashtrojmë, nuk mashtrojmë dot se janë të postuara. Tani një sekondë të ta mbaroj. Pastaj, kjo është edhe gjendja e Durrësit të ri për pastrimin. Ku përkthehen se data qytetarët e Durrësit të ri paguajnë
paguajnë taksë. Paguajnë taksë për gjeprimin, paguajnë taksë për ndriçimin, paguajnë taksë për mbetje. Se nuk i marrin ata shërbimet. Kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak që u mbajt në kulmin e fushatës elektorale u drejtua nga kryetaria e komanduar Denisa Luarasi, pasi kryetari Ani Dyrmishi nuk mund të merrte pjesë sepse garon për një mandat deputeti në parlamentin e ardhshëm. Drejtimi i mbledhjes së Këshillit Bashkiak për Luarasin ndodhi në të njëjtën ditë kur ajo festonte ditëlindjen dhe për këtë arsye mori një sër urimesh nga këshilltarët e pranishëm.